Kryebashkiaku i Tiranës Erion Velia i reagoi sërish nga qelia ku kritikoi procesin ndaj tij, duke ironizuar hetimin e prokurorisë. Ai akuzon hetuesit për metoda të padrejta, duke përmendur një episod ku bashkëshortja u thirr me një mesazh në WhatsApp për të paraqitur në SPAK gjatë pushimeve të fundvitit. Në gjendje të rënduar psikologjike nën mjekim dhe mes lotësh, e vetme me djalin më thotë se është totalisht e panikosur, që ditën e shtunë, një ditë pushimi në vigjilje të vitit të ri, e gjendur dhe në mes të një sulmi histerik hienash të gjirizave politike mediatik, i thuhet me një SMS nga një i panjohur, hajde sërish në SPAK. Duke qenë se u bë e përsëritur që sapo largohesha nga jashtvendit Olsi i sulej familjes time, i shkruaj me SMS këtij Sametit: "Është ditë e shtunë, sabat, shabat, edhe Perëndia pushoi të shtunën." Dhe i kujtoj se është turp kjo përndjekje e përsëritur e si me shoqeje, sapo unë largohem nga vendi, e i them, thuaj Olc Dados, bolle molestove gruan time. Lidhur me agjentin e byros kombëtare të hetimit, Velia i thotë se është mbështetës i opozitës. I bëra edhe një kërkim në Google këtij Sametit e më doli një specialist në Spital të Fierit, aktivist i Partisë Demokratike. Sameti ishte një sali i vogël në atë rrethin e dadove të saliut të madh, që edhe pse paguhen më shumë se presidenti i Republikës, e kanë katandisur shtetin me WhatsApp. Kryebashkiaku e cilësoi absurd justifikimin e gjykatës për ta lënë në paraburgim, duke thënë se nuk përbën as rrezikshmëri shoqërore, as nuk ka tentuar të largohet nga vendi apo të ndikojë në provat e hetimit.